Nuk e di ky Ministri Financa ku I ka marrë do syza, se pjaqesin veç do numra si po ka qef me I prezentu. E do tjerë që janë negativ nuk pishe. Dhe të nështë po mendojnë që krejt popullësia janë analfabet, që ka t'ju thë taj ata besojnë, që ka thonë hoxha, amin është. Po fatkeqësisht nuk është ashtu. Po t'ishtë ashtu, të thonë, pse nuk të regon që për 4 vite të qeverisës Kurti, nga Kosova janë shpërngull 213.000 njerëz, si mas Djetarit statistikor të Republikës Kosovës, që është publikim I Agjencisë Statistikave, që është në kuadër të zyrës së kryeministrit. Pra është dokumenti më zyrtar që mund me pas veni. Të thotë 213.000 njerëz janë shpërngull mrena 4 viteve, për vitin 2025 ende nuk ka dhona se s'ka përfundu vitin. Pastaj, që t'i shohim këto rezultate kaq spektakulare. Nxënës në shkollat fillore dhe shkollat e mesme fillore që po quhen tash, në 2024-2025 viti shkollor, janë 21.000 ma pak se sa në vitin 2021-2020. Në vitin shkollor, se që ashtu viti shkollor mirë. Të thonë, 21.000 nxënës deri në vitin e 9 të shkollës janë ma pak në Kosovë, në fund vitit 2024, ose në fillim vitit shkollor 24-25. Pastaj, 11.000 janë nxënës shkolla mesme ma pak, që përbojnë 32.000, veç nxënës dhe shkollë të mesme. Shkoj matutje, 31.000 student janë ma pak, në vitin shkollor 2024-25, se sa në vitin 2020-2021. Tash qoftë se është ky sukses në shprazë Kosovën, pe këtyne trive që janë e ardhme e Kosovës, po vazhdojmë me këtë sukses se edhe 5 vjetë tjera si atë kërkushtu, si ma saj dinamike. Sepse ramja është shumë ma e madhe se sa shtimi natyror I popullsisë. Kemi pastaj dhona tjera që janë mjaft shqetësuese. Kemi popullsi jo aktive që është në moshë pune. 57% janë popullsisë jo aktive, janë kërkon smerën me kur gjo. Këta që janë në moshë pune, pe konsiderohen si ma statistike, pe 15 dhe 65 vjeç. Në këtë grupë moshë, në Kosovë, në vitin 2024, kanë qenë 57% jo aktive, që smerën në kur gjo. Por në këtë përqindje më të madhe ka grupi I femnave, sepse papunësia të femnat është shumë më e shprehur. Edhe një statistikë tjetër e kësaj natyre, do thonë në vitin 2024, se për këtë vit ende s'kem shënimet plota për 2025, janë 11.000 të punësuar më pak se në vitin 2023. Do thonë numri absolut I të punësuarve ka ra për 11.000 mrena një viti. Ky trend, do thonë, është mjaft shqetësues. Sigurisht, këta 11.000 janë në grupin I atyne 213.000 që janë shpërngull. Edhe këta nxënësat e studentat që mungojnë, janë në grupin e atyne që janë shpërngull. Sigurisht, se nuk e kanë lanë shkollën me nejtë shpjeta. Po t'i krahasojmë të ardhunat, pagat mesatare edhe të sektorit publik edhe privat, për 4 vjetë nominalisht janë rritë 37%. Nominalisht. Neto janë rritë 32%. Inflacioni në këtë periudhë, kem këtu në indeksin e çmimeve, për këto vite është dikun të 30%. Por ky inflacion është inflacioni mesatar I çmimeve, ku hinë edhe çmimet e ndërtimit, çmimet e prodhimit e tjera, kurse norma e rritjes çmimeve të artikujve të konsumit për këtë periudhë, si mas statistikave zyrtare, është mbi 60%. Që të thotë,
paga është rritë 32%, indeksi çmimeve të artikujve të shportës është tikun 60 diçka %, i bjen që 30% ata të punësuar që morrin pagë në Kosovë kanë marrë ma pak pagë me aftësi blerëse 30% ma të vogël se në vitin 2020. E viti 2020 është vjet i krizë, vjet i pandemisë, vjet i jashtëzakonshëm për krejt botën, jo vetëm për Kosovën. Dhe kjo është tepër shqetësuese, jashtëzakonisht shqetësuese. E kemi indeksin e çmimeve këtu, po ashtu edhe e kemi edhe indeksin e rritjes së GDP-s. Në asnjë vend nuk ka, do thonë, indeksi i rritjes çmimeve për krahasim për vitin 2015 dhe në vitin 2020 në kumulativ është 5%. Në kumulativ. Kurse prej vitit 2021 deri në tetor të këtij viti kur ka shënime hip në 31%. Prej 20 deri 25 në tetor. Indeksi i çmimeve. Ky është indeksi mesatar, se indeksi mesatar i çmimeve të artikujve të konsumit është shumë më i lartë. Edhe kjo është tepër shqetësuese dhe është rrëmje e standardit jetësor. Këtë, do thonë, mundet me dëshmu çdo individ që jeton në Kosovë, që ata kanë rrugë, bën një intervistë, tregon sa ka mujt me ble me 100 euro para 5 vjetëve dhe sa mund me ble me 100 euro sot. Kjo ka përkeqësu standardin jetësor. Do thonë, me pagën që ka mujt me pagën e vitit 2020 ka ble shumë ma shumë artikuj ushqimor se sa që mundet me ble me pagën e vitit 2025. Kjo është ma e thjeshta e thonën. Nëse atëherë ka mush një shport, me të njëjtën pagë, sot e ka veç në fond shport e do artikuj. Mundet me marrë me qenë shpe. Pagat mesatare, që janë tash tikun të 680 euro shënimet e fundit, për mujt e fundit që janë, 680 euro paga mesatare në Kosovë, nuk mjafton për me kursy asë një cent, sepse e tërë kjo shumë i nevojitet për artikujt konsumit për detshëm. Të thonë, me këtë nivel pagë, qytetari i Kosovës i duhet krejt pagën me shpenzu për me mbajt familjen. Artikujt domosdoshëm të ushqimit edhe veshmbathje. Nuk po flasim për shëndetësi, për arsim, sa i shkojnë, ose për ndaj pushim vjetora, diçka tjetër, ose eventualisht më kursy diçka për më mujt me zgjeru bazën materiale të familjes. Kjo është shumë e pashme, është shumë e qartë para çdo qytetari, këtu nuk është fjalë politike, këtu është vlerësim normal i situatës. Ashtu e shohun dhe ashtu besoj që është, se ashtu e shohin gjithë qytetarët, përveç atyre që mendojnë se kanë bë pare vetë, masi kanë bë pare ata, kanë bë krejt. Lexova një deklarat, një personi që ishte në pushtet, thotë tash kanë qytetarët ma shumë pare se asi normalisht letra kanë ma shumë në dorë, po vlera aty në është ma e vogël se në vitin 2020. Edhe në vitet 90 na ke pas ka një duq pare, s'na i dzaj ke gjepi, po në mëra mjë edhe shim zjarëmin me to se s'na vishin kur gjo. Tash nuk o krejt ashtu për fat mirë, e kemi eurën mjetë qarkullimi zyrtar, edhe nuk mundem na me shtyp pare se nuk di që është bo me neve. Do thonë, ka dhonat mjaftueshme, por unë mendoj që, do thonë, kjo qeveri ka dështu me qeveri si duhet, me venin, me pasurit natyrore të këtij veni, me parën publike,
e ka keq menaxhu dhe atë në mënyrë dramatike, do thonë, e ka keq menaxhu 1,5 miliard parat buxhetit nuk i ka investu, kanë qenë destinuar për investime, ka dështu me investu 1,5 miliard, tash është viti i 5 që po e menaxhojnë parën publike, do thonë 1,5 miliard i kam thonë atë zyrtare, vit për vit, dhe kur merret edhe viti 2025 është 1,5 miliard. Çmimi i energjisë elektrike si burim themelor e energjisë, edhe për ambisni edhe për prodhim, për dim sa ka shku, për dim sa për na vje faktura, dhe çmimit e artikujve të shportit pashtë, praktikisht, do thonë, na jemi të shku, të na zvoglu risku me këtë qeveri, si familje, si individ. Kjo është